Vepra mund me qenë e sinqert, por mos me qenë e sakt. Atëherë nuk e meriton epitetin vepër e mirë. Ose ka mundësi me qenë e sakt, por nuk është e sinqert. Edhe në këtë rast nuk e meriton epitetin e veprës së mirë. Për këtë shkak, Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur vepër mirë ata njerëz të cilët janë të sinqertë. A ka mundësi ta thjeshtojmë çka ke thënë? Ta thjeshtojmë pak. Ta thjeshtojmë, po. Vepër e mirë, domethënë është ajo e cila është e saktë dhe e sinqertë. E sakt është ashtu si e kërkon Allahu prej teje. Për shembull, Allahu në Kur'an thot faleni namazin. Po. Nga ne mësojmë se si ta falni namazin. Janë disa pika në Kur'an, do të thonë faleni namazin në 2 skajet e ditës, edhe në fillim të natës, por mënyrën praktike për kohët e namazit, dhe mënyrën praktike se si falet namazi, na i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, namazet jeti sakt nëse është në pajtim. Me ato që Allah e ka zbrit në Kur'an, edhe mënyrën se si na e ka shpjeguar namazin i dërguar i Allahut. Kjo është ajo vepra e saktë. Pika e dytë është ikhlasua, më e sinqertë, e ka për qëllim ajo vepër që bëhet thjesht vetëm për Allah subhanahu. Domthonë ky namaz që e falim vetëm për Allah. Vetëm falim. As për më u punsu, as për me më lavdu dikush, as për me gjetë nuse. As për me gjetë nuse, as ka lloj se kam zonën e bukur, zonën e bukur. Thjesht jam të e fal namazin vetëm për me çu në vend urdhrin e Allahut. Kjo është e sinqert.